dali. Edi Rama është kaftar, duhet varë në Litau. Vetëm duhet varë në Litau. Edi Rama është kaftar, duhet varë në Litau. Edi Rama është kaftar, duhet varë në Litau. Edi Rama është kaftar, duhet varë në Litau. Admiruese, mbështetëse e vlerave europiane, si mbështetëse e vlerave europiane, ajo që unë pash sot dhe besoj thellë që kam parë gjithmonë, është që nëse në kuvend sot përmendeshin eshtra pa varre dhe varre pa eshtra, të jashtë vendit janë përmendur dhe unë kam lindur në këtë vend dhe duke mbështetur vlerat tuaja, pra europiane, duhet di ku jam në këto koordinata. Si dhe mbes e kontributëve dhe dëshmorëve të Likombi, propozoj që ata si unë të hedhin një valle që të besin, që unë propozoj që me momentin tonë të hidhen firma kup diploma për postet e reja dhe unë besu një javë Marin Memës. Tu vendosim ne! 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 Çka kërkojmë ne sot? Dorëçe! 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 Ore më mirë është Dorëçja, se ne kërkojmë edhe burg! Shqipëria e shqiptarëve! 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 Shqipëria e shqiptarëve!
Vjen ende përsëritja e mesazheve nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, aty ku kanë ndaluar në fakt edhe protestuesit për të dhënë kështu mesazhet e tyre në këtë pikë fundore të qendresës së tyre, pra në godinën e kryeministrisë, njëjtë sikur se kanë bërë në të gjitha ditët vijuese të mëparshme, duke nisur që nga dita e dielë deri më sot, pra një protestë kjo që pasohet ditë pas dite, por me fokusin e njëjtë. Më është bashkuar në studio kolegu gazetar dhe moderatori Denis Minga. Përshëndetje Mirsen. Përshëndetje Erman. Një protestë Denis që është në ditën e 5 të saj, por që të pak në atë Po mbush javën. Atë shka vëmë re edhe në terren, ka një ritëm konstant. Vëdi nëse e shef të tillë. Po, padyshim kjo është që konstatohen të rinjt që janë, le të themi, prezent në protest, ka një tendencë për të mbajtur gjithnjë e më largë, le të themi, politikanët ose përfaqësuesët e partive politike, dhe pse ata janë në protest, unë kam parë edhe përfaqësues të Partisë Demokratike dhe përfaqësues të partive të vogla, kryesisht me spektër të djathtë, po edhe përfaqësuesit e Partisë Lëvizjes Bashkë të Arlin Qorit, pra nuk është se nuk ka, le të themi, edhe përfaqësues politik në këtë protest, por ideja sidomos e thirrjeve që kjo është një protest larg politikës apo sistemit aktual politik, në një farë mënyre kërkon të përcjellë idenë e një rrisje, një lëvizje të re politike. Por gjithsesi kjo është diçka e mangët, sepse ne nuk shohim një përfaqësues aty të një grupimi që të evidentohet të ketë qasje politike. Pra, mirë kuptoj dhe besoj janë të respektuar në mënyrë se si ata protestojnë. Protesta absolutisht është paqësore, madje edhe me një specifikum, po vija re dje që në fund të protestës ata pastruan dhe bulevardin. Pra, në këtë kuptim, qytetarinë ata e kanë arritur. Por çfarë kërkonin këtë tutje mbetet e paqartë, se nuk ka kuptim të thuash dua dorëheqjen e Ramës, dhe sado që ne i shohim çdo ditë, nuk mund të themi që me një protestë të tillë mund të vijë dorëheqja e kryeministrit. Në fundit aty kemi të bëjmë me një numër të caktuar protestueshit, por ata që nuk protestojnë janë dhe ata që janë, le të themi, për krahasën e Ramës, janë më shumë padyshim se sa këta njerëz që ne shohim përpara kryeministrisë. Kështu që në këtë sens them normal, deri këtu është e pranueshme, do të vazhdojë edhe ditë të tjera, por qëllimi i protestës cili është? Pra, në qoftë se qëllimi i protestës është të krijohet një forcë re politike me figura që ne nuk i njohim dhe që mund të evidentohen në protestë, kjo do ishte diçka shumë pozitive. Në fundit, klasa politike shqiptare ose shoqëria shqiptare e ka këtë vakum të një force të re politike për te do prodhonte diçka. Do prodhonte diçka, por nuk shoh asgjë përveç thirrjeve, madje ne po dëgjonim bashkë edhe thirrjet jo tradhtar Shqipëria, këto duken pak si folklorizëm, nuk janë thirrje mirëfillta politike, më tepër duken pjesë të disa njerëzve që edhe kanë një naivitet edhe në mënyrën se si protestojnë. Pra, këtu do ishte diçka e rëndësishme nëse do formohej një forcë e re politike që do kishte edhe emra konkret, le themi, fytyra konkrete, të cilat do të kishin të drejtën e tyre për të shfaqur të gjitha shqetësimet që ata kanë. Por se pikpyetja e madhe është çfarë ndodh më tej. Ju e keni ndjekur kryeministrin, është i vendosur në projektin, madje e tha dhe në vizitën e tij në Malin e Zi, nuk tërhiqet nga ky projekt. Këta njerëz do të vazhdojnë të protestojnë me ditë tëra dhe kjo qeveri ka treguar se nuk e ka problem t'i lërë njerëzit protestojnë, ndryshe nga Berisha që kishte, le themi, alergji nga protestat. Dakor, por masiviteti nuk ndryshon asgjë, thoni ju? Jo, nuk them që e para punës masiviteti nuk është në ato përmasa që këtu të kemi një përmbysje totale të qeverisë dhe rënje të qeverisë. Por nuk e di se çfarë ndodh në vijim. Pikërisht. Por flasim deri tani. Që çfarë ndodh në vijim askush nuk e di. Aty ka një konglomerat interesash ose le themi njerëzish ose edhe grupimesh të cilat secili ka nga kërkesa nga më të ndryshme. Këtu e kemi dëgjuar edhe thirrje nga më të ndryshme, nga më ato qesharake deri nga ato më serioze, deri edhe përtej kufive që preken dhe përtej kufive të Shqipërisë. Kështu që këtu kemi ngecur, pra është një protestë që deri këtu ka marrë një notë shumë të mirë edhe nga qytetarët, por si vazhdon më tutje,
nuk e di do të askush të japi përgjigje. Po, do ishte mundur, Denis, të bëj një lëvizje e tillë tani, kur qytetarët janë ata cilët janë në shesh, pa përfaqësim politike, nëse dikush për shembull nga forcat e reja, po them, apo ju i përjashtoni në mënyrë kategorike forcat e reja aktuale politike? Dhe forcat e reja politike kanë përjashtuar vetë këta të rinj. Pra, unë kam parë që nuk janë më pritur as Agron Shej, as Arlind Qori, as nuk e di kush është ai tjetri, Adriati Klapaj, pra në një farë mënyre kemi një lëvizje krejt sui generis, pra të re, që synon të na thot çfarë. Incidentin le themi e Zvërnecit me atë qytetarin që u mor zvar nga rojet e një kompanie të private, që ajo ishte, padyshim u dënuar nga gjithë shoqëria shqiptare, por ajo çështja është e zauruar, pat një reagim total si nga shteti, ashtu dhe për kompaninë në fjalë. Pra, nuk është se reagimi nuk ndodhi për atë incident. Pra, nëse mbetesh vetëm tek incidenti, je pothuajse i pamjaftueshëm në mënyrën se si ti kërkon të protestosh sot. Kështu që unë mendoj e vetmja gjë pozitive që do mund të dilte nga kjo lëvizje, do të ishte padyshim një forcë e re politike, se duhet ta themi pak Ermal. Ka një nonsens, nuk mund të thuash që është një lëvizje jo politike, ndërsa kërkesat janë politike. Se kërkesa që kryeministri i vendit largohet, që është dhe njeriu që është më i votuar në këtë vend me 4 mandate, mandatin e 4, madje me një super mazhorancë me 83 vota, nuk mund të thuash që është një kërkesë jo politike. Pra, kërkesa për largimin e qeverisë është kërkesë politike. Dhe kjo është në drejtën e atyre njerëzve. Unë absolutisht në një farë mënyre i respektoj për këtë që po bëjnë. Por çfarë do të ndodhë këtë tutje, askush nuk dit na thot se cili është qëllimi i tyre. Pastaj, se çfarë ndodh rreth protestës, a mundet që protesta të instrumentalizohet, a mundet të jetë nxitur, a mundet elementë të saj të jenë futur, le themi, edhe qarqe, siç thot kryeministri, që mund vinë, që ai ka krahasuar edhe me agimin e art, me qarqe, me një luftë hibride, të gjitha këto janë për tu analizuar. Sepse për shembull, mua më bën shumë përshtypje që si është e mundur që e gjithë media greke reagon për një investim në Zvërnec dhe aty fut, le themi, merakun që kanë për pelikanët shqiptar, ndërkohë nuk ka reagon asnjë media italiane për këtë investim. Pra, nuk janë italianët të shqetësuar për fatin e pelikanëve për shembull, pse grekët janë të shqetësuar? Janë pikpyetje që ne si gazetar duhet të analizojmë. Si është e mundur që një lajm që është i rëndësishëm, po ka marrë për masa të jashtëzakonshme, ai sa kryeministri detyrohet të bëjë debat me gazetarën e CNN. Pra, të gjitha këto janë pikpyetje që meritojnë një analizë të thellë. Përveç respektit që duhet të ndajmë për ata të rinj që nuk janë pjesë dhe ndoshta aty realisht kanë një mlef ndaj qeverisë Rama dhe kjo është normale në një demokraci. Nuk është asgjë e çuditshme kjo që po ndodh. Madje e çuditshme është mos kesh mlef. Është proces demokratik tani. Mos kesh mlef në një qeveri pas 14 vitesh, qeverisja është çudi e madhe. Fakti që ka një grup njerëzish që kanë le ta quajmë mlef ndaj qeverisë, kjo është gjë pozitive, është krejt demokratike. Por ajo çfarë e bën, le themi, të ndaluar ose një proces ende të paqartë është kjo çfarë duan këta njerëz këtë tutje. Sepse dorëheqja e kryeministrit është kryesisht në vullnetin e tij. Nuk jemi ende në kushtet që aty të dalin 100.000 veta ose 200.000 veta dhe kryeministri i ka duart e lidhura. Jemi në kushtet, unë nuk e di tani, ndoshta edhe me pamjet me dron ne mund t'i shohim, jemi në kushtet e një proteste diku tek 5 dhe në 10.000 veta, pra 10.000 veta po them numri më të madh. Pra jemi në një... Si do qoftë ata janë qytetarë që duhen respektuar. Patjetër, po ata që nuk protestojnë, nuk duhen respektuar? Jo, absolutisht po. Atëherë këtu, jo, dakord prap. Por si mendon ti që Rama thot unë kam 800.000 votues dhe që thonë duhet rinë në zyrë, ndërkohë që 5.000 njerëz që janë aty thonë Rama duhet largohet. Si mendon ti që do respektohet vendimi i 5.000 vetave apo i 800.000 vetave? Dakor, nuk besoj se bëhet. Nga kjo pikpamje, prandaj them unë që diskutimi jo kështu bëhet, në demokraci kështu bëhet. Nëse aty do dinin 200.000 veta, është tjetër gjë. Atëherë do kishim paralizim të vendit,
qeveria bie në mënyrë automatike, nuk ka më qeveri të qëndrojnë në detyrë. Por kjo ngjarje që ndodhen në Zvërnec shërbeu si një katalizator për këtë lëvizje të re, dhe kjo mund të jetë shumë pozitive, edhe për krijimin e një force të re politike. Është momenti për të shfrytëzuar në vendet e caktuara të Europës ka arritur madje edhe të marrë pushtetin edhe brenda 6 muajsh. Pra, kjo do ishte një rrjedhë normale. Nëse ata pastaj do të rinë aty dhe vetëm kaq dhe të thonë no, jo, ne nuk duam politikën, dhe vetëm Rama të jap dorëheqjen, kjo çështje ai e ka treguar kryeministri që këtu nuk të rriqem sepse disa njerëz duan që unë të largohen. Okej, da vijojmë diskutimin së bashku, ndërkohë rikthehemi edhe një herë gjithë projektit e sketës të mundshme të informacionit konkret asaj çfarë bëhet fjalë pikërisht në zonën e Zvërnecit, sipërfaqja prej 251 hektarësh ku parashikohet të ngrihet resorti turistik në Zvërnec shtrihet në një brez pyjor që ndan Adriatikun me lagunën e Nartës, në gjatësinë e të cilit gjenden 3 plazhe. Përmes kronikës në vijim, Report TV sjell për herë të parë një shpjegim për kufijtë saktë dhe çfarë po ndodh aktualisht në zonën e cila prej ditësh po ushqen një debat të madh publik. Kjo është gjurma ku është parashikuar të ndërtohet resorti turistik në Zvërnec nga kompania që zotërohet nga 2 sipërmarrës të njohur të Katarit, ku sipërmarrëse është edhe familja e Ivanka Trump. Projekti ende nuk është finalizuar, pasi i pari është rrëzuar nga institucionet shqiptare e i dyti është kthyer për ndryshime, por sipërfaqja ku ai do të shtrihet nuk ndryshon. I gjithë territori është rreth 251 hektar. Në të përfshihet një zonë pyjore me pisha dhe 3 gjire plazhi, Dalan, Portonovo dhe Hidrovor, të cilët ndodhen në të njëjtin brez ranor në Zvërnec. Toka ku do të shtrihet resorti ndan detin Adriatik me lagunën e Nartës. Vendodhja e tij pranë një zone me ndjeshmëri të lartë mjedisore siç është laguna e Nartës ka ngjallur debate të shumta. Zona ku resorti do të ndërtohet është peizazhi mbrojtur i kategorisë 5, çka nuk kufizon aktivitetin ekonomik, social apo turistik. Ka një kakofoni mes vendit të sakt ku do të investohet resorti i turizmit elitar mes Zvërnecit apo Nartës. Në fakt, Zvërneci dhe Narta janë fshatra fqinje të Vlorës, 3 deri në 4 kilometra larg njëri tjetrit, apo afërsisht 6 kilometra distancë me ishullin e manastirit. Njëri i njohur për pyllin me pisha, ishullin dhe manastirin e Shënmërisë, e tjetri i njohur për traditën, kriporet dhe lidhjen me lagunën. Për të mbërritur tek 3 plazhet ku do shtrihet resorti, kalon fillimisht në zonën e Nartës dhe më pas drejt Zvërnecit. Të 2 fshatrat ndajnë të njëjtën lagunë, ku në pjesën e cekët të saj ndalojnë flamingot të kthyer në simbolin e protestave që po mbahen në Tiranë kundër projektit. Ashtu si të shfaqet në këto pamje, tokat që sipërmarrësit nga bota arabe u kanë bler pronarëve shqiptar për investim, kanë para det të hapur, Adriatikun, dhe pas ishullin e Zvërnecit, i cili ndodhet në lagunën e Nartës, por projekti nuk e prek atë. Pra resorti nuk ka lidhje me Nartën, por do të shtrihet pikërisht në këtë gjurmë të zonës me pisha të Zvërnecit dhe brezit ranor në Adriatik, në anën perëndimore të lagunës së Nartës. Në veri të saj ndodhet edhe aeroporti në ndërtim i Vlorës. Deri më tani për investimin që parashikohet të arrijë në $4 miliard ka një leje zhvillimore që lejon rrethimin e tokës ku do të ndërtohet resorti dhe një leje për të realizuar studimin mjedisor, por ende nuk ka një leje ndërtimi. Historia e investimit të një resorti të madh turistik në jug të Shqipërisë përballë Greqisë, që turizmin e ka një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit, mori vëmendjen publike pasi në protestat e banorëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile në kantierën në Zvërnec, disa roje private morën zvarr një protestues dhe e dhunuan, çka solli arrestime, shkarkimin e drejtorit të policisë së Vlorës dhe hetimin e gjithë zinxhirit komandues. Ky është imazhi që ofrohet filmuar me dron nga territori i projektuar për resortin. Sot, situata atje është e qetë. Nuk ka më makineri pune. Gardhi i famshëm i përplasjeve pranë hidrovorit, të cilit pas protestave ju hoqën telat me gjemba, tashmë nuk ekziston më. I vetmi element sigurie në zonën e investimit, me një vendodhje strategjike në hyrje të gjirit të Vlorës, është kjo kabin pa roje brenda në pjesën e plazhit të Portonovës.
Një sket që të rëngonde më së miri dhe gjithë zhvillimin e projektit, që patyshim detajet ishin edhe më shtëruese për të kuptuar më tepër edhe publiku, por gjithashtu pse jo edhe për ta diskutuar. Vërejtë diçka për cilën nuk qëndronte, se duket sikur të paktën debati ishte kronik për të bërë edhe një herë qartësi që çfarë do të ndodhë dhe më pas besoj dhe këtu nëse ka diçka padyshim për t'ja vënë në duke qeverisë është pikërisht kjo mungesë transparence, e cila nuk është herë e parë që ndodh. Pra, qeveria detyrohet të reagojë kur ka një reagim të fortë qytetar. Dhe kësaj radhe reagimi ishte më i fortë dhe Rama po ta shikoni edhe në vizitën në Malin e Zi, mundohet të thot këtë gjë që me garancinë e tij dhe si të kreut qeverisë që ky është një nga investimet më të mëdha që ka patur jo vetëm Shqipëria, por dhe rajoni. Dhe ai e ka thënë madje qartë që është një investim që ka shfaqur xhelozi sidomos tek fqinjet e Greqisë dhe sidomos që lidhet me turizmin e Korfuzit. Dhe kjo nuk është asnjë gjë për t'u habitur. Pra, unë nuk e kuptoj se shoh, prandaj them janë të paqartë deri diku protestuesit dhe futen në atë ironinë që na kanë quajtur grek, na kanë quajtur rus, na kanë quajtur ku diun andaj këtej. Nuk është çështje ironie, është çështje strategjie të rëndësishme. Sot gjeopolitika në botë bëhet edhe nëpërmjet ekonomisë. Dhe nëse Shqipëria kthehet në një vend, në një qendër të turizmit rajonal dhe mesatar, kjo padyshim nuk mund të shfaq, le të themi, kënaqësi tek fqinjet, siç është Greqia, siç është Kroacia apo vende të tjera. Pra secili mendon për kokën e vet në fundit, për turizmin e vet. Dhe unë prandaj të thash, si është e mundur që grekët janë alarmuar dhe kanë parë një fushat jashtëzakonshme mediatike, le të themi Ermal, sigurisht jo duke futur në brendësi të emisioneve, por në pamje, saqë të bën përshtypje. Ne kemi bërë ndonjëherë në një emision në Shqipëri për një resort në nga ishujt e grek? Kemi bërë ndonjëherë? Dhe ajo që është më e çuditshme është si nuk bëjnë italianët për Sazanin, emisionet sa natyre ose për Zvërnecin. Nuk kanë ata shqetësim për flamingot, vetëm grekët kanë shqetësim për flamingot. Pra, kjo është e qartë që me sa duket Greqia si një vend që do të mbrojë interesat e saj edhe më shumë se ç'duhet në raport me fqinjet, si në rastin tonë, nuk është herë e parë që në Shqipëri në një farë mënyre grekët kanë këtë lloj politike ndaj Shqipërisë dhe unë jam i prirur në këtë drejtim të besoj kryeministrin kur thotë shiko se kjo nuk është një çështje e zogjve apo e mjedisit. Kjo është një çështje më e thellë me të cilat ne kemi informacione dhe këtu po luhet një luftë hibride ndaj Shqipërisë. Dhe pse mos e besojmë edhe këtë variant? Hajta diskutojmë dhe hajta analizojmë dhe mos ta rrëzojmë njëherë si një diçka për të mbuluar keqeverisjen. Çështja e keqeverisjes është shumë e thjeshtë në këtë vend. Sigurisht që qeverisja Rama nuk është një qeverisje që shkëlqen. Mos më kaloj atje. Jo vetëm duhet të them vetëm diçka, po keqeverisja zgjidhet me votë. Ne po flasim për diçka konkrete sot. Dhe këtu pastaj janë legjitime si opinionet e atyre njerëzve që protestojnë, por edhe opinionet e njerëzve të tjerë që thonë shiko se mund të ketë në një protest, mund të ketë disa flukse, disa interesa, të cilat mirë është që të analizojmë. Në fakt këto gjëra duhet të analizojë shteti, qeveria ka mundësi në mungesë të një transparencë nëpërmjet strukturave të saj, sepse nëse kryeministri ne na thotë që aty kemi të bëjmë një luftë hibride, atëherë ai duhet na sqarojë cilat janë këto mjete që po luftohen, që po përdoren ndaj Shqipërisë. Pra që edhe media, edhe opinioni publik të mos mbeten në terr informativ. Dhe në kushtet aktuale të kësaj proteste që po vazhdon dhe që në një farë mënyrë këtu e ka atë pozitivitetin e saj më të madh, pra konsistenca e saj, padyshim që kryeministri është i detyruar që transparenca ta ketë numër 1 të momentit që po kalon. Por çfarë po mendojnë, diskutojnë dhe thonë me zë të lartë protestuesit aktualisht në terren, ndjekim për pak çast së bashku. Ne na mbështet vetën gjaku shqiptarëve! Kërkoj të të rëmangi një minutë. Para disa vitësh nuk e mbaj sakt, nuk e mbaj mend as që përkulloj shumë fort
arsyet. Të gjithë shqiptarë që ne jemi këtu. Jojnë të përcjellen mesazhe të drejt për drejta nga bulevardi për qeverinë, janë të shumë të qytetarë cilë të përcjellin mesazhet e tyre nëpërmjet megafonit, ndërsa nuk kanë munguar në asnjë moment edhe pankartat me mbishkrime të ndryshme drejtuar qeverisë. Patjetër shohim një prezencë gjithashtu të flamujve europian dhe të flamurë kuqezi, pra të flamurit shqiptar. Nuk ka asnjë mundësi për të evidentuar ndonjë flamur partijak, pra ndonjë subjekti partijak, por gjithçka mbetet në organizimin fillestar të saj që në nisë nga qytetarët. Vjen mendje të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt për përcjell gjithçka ndodh nga terreni aktualisht. Jemi tek godina e kryeministrisë, atje ku është stacionimi i fundit i qytetarëve, i protestuesve në këtë ditë të 5 të protestës së tyre që si piknisje ka nisur që nga momenti i reagimeve të para të bërë në Zvërnec, në kohën kur një video virale teksa një për protestuesve të Rigje Izval shkaktoi reagim dhe zemërim të qytetarët. Një protestë e nisur atje dhe më pas filloi të zhvendosej në kryeqytet. Disa të tjera protesta kanë qenë gjithashtu paralel në disa prej qyteteve të tjera të Shqipërisë, si Vlora apo Durrësi, me të përparë se do të jetë ecuria atyre në vijim, ndërsa kjo është panorama që vjen në këtë çast nga terreni. Një prezencë po të qytetarëve. Po, jo do të themi edhe për sa i përket asaj që është këtu me këtë protestë është drama e opozitës e Partisë Demokratike. Kur them opozitës e Partisë Demokratike, kjo protestë po tregon edhe një herë që Partia Demokratike është në nivelin e, le të themi, e pakënaqësisë që ose në nivelin me numrat të njerëzve që janë të pakënaqur me qeverinë Rama. Pra, për Berishën është e pamundur që ai të mbajë 5 protesta të tilla çdo ditë. E them këtë me bindje, sepse unë i kam ndjekur dhe besoj bashkë kemi ndjekur të gjitha protestat, që me shumë mundim Berisha mundohet t'i bëjë një herë në muaj në atë të ashtu quajtur protesta kombëtare dhe ku shumica e njerëzve vinë nga rrethet. Kjo është një protestë ku njerëzit kryesisht janë nga Tirana. Po siç thash këtu, unë vazhdoj të kem një kujdes në mënyrën se si duhet ta trajtoj këtë le të themi këtë protestë. Sepse padyshim aty ka njerëz të rinj që dhe shpirti rebel gjithmonë është pjesë e të rinjve, e rinisë që janë të pakënaqur me Ramën kryesisht, sepse kur themi qeverinë Rama duhet të thënë vetëm Rama, se pjesa tjetër e kabinetit nuk është se ata të rinj nuk i njohin fare kurse kush janë ministrat, por dhe mlefi ndaj kryeministrit është padyshim diçka më se normale, më se natyrshme në një vend ku dominon prej 14 vitesh ky kryeministri siç është Edi Rama.
por unë them këtë që ende ne nuk i dim qëllimet e vërteta të protestës. Pra, në bindjen time, kemi njerëz të pakënaqur, por nuk i dim nëse ka qëllime të cilat mundohen që të përdorin këtë protest për interesa të tjera. Ky është një dallim që është shumë i rëndësishëm për ta thënë. Natyre, për shembull, keni diçka konkrete apo thoni ende me të paqarta? Nuk kam diçka konkrete, siç thash, ka disa aludime nga kryeministri për ndërhyrje nga jashtë dhe për, le të themi, dëmtim të investimeve të rëndësishme në Shqipëri në favor të fqinjve, dhe kjo mbetet për të vërtetuar nëse kemi diçka konkrete apo jo, por nuk mund ta mohojmë si një tezë të tillë. Prandaj them që në një protestë mund të bashkohen shumë interesa, shumë individ, shumë grupe, dhe aty kemi parë nga lloj-lloj, le të themi, edhe parullash, edhe tabelash, edhe ironin në raport me kryeministrin. Kemi edhe nga njerëz që mbajnë flamingot në duar, por kemi edhe nga njerëz që mbajnë edhe tabela si tradhtar, për shembull kryeministri tradhtar, që është diçka që nuk është etikisht, është e gabuar në kuptimin e politik të fjalës, se ti mund thua çdo gjë aty kemi dëgjuar dhe sharje për kryeministrin, pra çdo gjë është thënë. Por është tjetër gjë, le të themi, mbajtja e flamingos, dhe tjetër gjë është akuza tradhtar për kryeministrin. Ktu dua ta bëj dallimin Ermal. Pra, këto flukse nuk janë të njëjta dhe nuk shkojnë në të njëjtin drejtim. Ka flukse të ndryshme dhe ne do të shohim, dhe këtu është merita e Ramës, qofse dëshiron të bëjë transparencë, që të na thotë, cilat janë qëllimet e protestës, sepse me mjetet që ka qeveria e tij, por edhe agjencitë ligjzbatuese që janë në këtë vend, ne duhet ta kemi të ditur dhe të qartë që ato aludime që hedh kryeministri janë apo jo të vërteta. Dhe po ta shikoni këtë pamje me dron, shikoni, kemi të bëjmë me një tubim dhe është diçka, unë e thash në fillim, për të përshëndetur për shkak të vazhdimësisë, por nuk mund të themi që me këta që mund të jenë diku te 5.000 apo 6.000 veta, nuk dua të spekuloj, sepse siç thash nuk dua ta krahasoj me protestat e Berishës, të cilat janë prekosh protestat të dala bojësh, me 5.000-6.000 veta nuk mund të kërkosh zotëri largimin e kryeministrit, i cili ka 800.000 vota nga krau tjetër. Prandaj them që këtu ose ti shfrytëzoje këtë mlef rinor që është shumë pozitiv për të krijuar një parti të re, ose atëherë ne do kuptojmë qëllimet e vërteta të kësaj proteste. Që padyshim kanë në epiqendër goditjen e kryeministrit. Sepse fjalia e kryeministrit që sa t'je mund projekti do të vazhdoj, ka dhe përgjigjen brenda që nëse nuk është Rama, projekti bie. Pra, janë të lidhura këto gjëra. Pra, mesazhi i Ramës që ky projekt vazhdon për sa kohë unë drejtoj qeverinë shqiptare, do të thotë që nëse Rama bie dhe projekti, që në fundit nuk është në interes të ekonomisë shqiptare. Sigurisht, sa i përket edhe formës ndoshta krahasuese, ndoshta kjo është një ndër pikpyetjet që vënë edhe protestuesit, që i thonin padyshim 800.000, por në mënyrë se si ata ndoshta janë votë besuar. Por megjithatë kjo është analizë që gjash fakt tani me të 83 mandate. Ajo çka duhet të prekë është edhe fakti se një subjekt politik, sikurse Partia Demokratike, ka protestuar në mënyrë permanente, por mos edhe në mënyrë të përjavshme në Po jo, shiko, nuk ka protestuar dot 5 ditë radhasi. Ka protestuar një herë në muaj. Po. Dhe me shumë sforco ka arritur të mbledh kaq njerëz. Tani pyetja ime është përse e di që duke qenë të dy gazetarë ndoshta e ngrem, po më lejo ta bëj si pyetje që të marrë një përgjigje në analizat e përshikuesit. Përse Partia Demokratike së pari hesht, duke pretenduar që është zëri i gjithë atyre të pakënaqurve të gjithë Shqipërisë, po themi të opozitës, ata që nuk kanë votuar Edi Ramën, dhe së dyti nuk e di nëse është përcaktimi i madh ky apo jo, por mund të themi që opozita tani më Partia Demokratike, së pakti është e shkrir ose më në rënje. E para ka dy arsye, Ermal, që opozita hesht dhe nuk bashkohet me këtë protestë. E para është, le të themi, një nga arsyet e protestës së këtyre të rinjve që unë duhet t'i ndaj nga qëllimet që mund t'jenë në prapasken të protestës, është goditja e sistemit aktual politik, pra dyshes Rama Berisha. Dhe për aq kohë sa
qëllimi, objektivi i protestës është Berisha nuk mund të shkojë aty, e di shumë mirë, sepse do fshkëllej, po të shkonte aty dhe do të largoj, le themi, jo shumë i kënaqur me atë që po ndodhte. E dyta, Berisha e tha që ditën e parë, që orën e parë, që është pro këtij investimi dhe për sa kohë është pro, nuk ka arsye të protestoj kundër investimit. Kështu që këto dy element e bëjnë Berishën larg kësaj proteste. Por ajo që besoj e mërzit gjithnjë më tepër doktorin është pikërisht fakti që kjo protest është shumë herë më konsistente, shumë herë më, le themi, më energjike, më rinore, se sa protestat që ai bën me strukturat e rretheve që gjithnjë më pak i ka gjithnjë më shumë, pra sa ka lënë koha dhe i ka në numër i ka më të pakta se sa i ka pasur më parë. Kështu që kjo është një protestë që padyshim nuk e lë të qetë doktorin, sepse unë e thash dhe në fillim, imagjinoni si kur të krijoj një forcë e re politike nga ajo pjesë e shëndetshme e protestës. Pra unë kam atë dyshimin tim si gazetar që kjo është një protestë me shumë element, ka pjesën e shëndetshme të rinisë që i ka ardhur në majtë hundës nga kryeministri dhe mjafton vetëm për faktin që ka 13 vite që e shef, nga një herë rinia nuk ka nevojë të ketë një arsye për të hequr zvarr dikë apo jo, por vetëm fakti që një kryeminist është 13 vite në pushtet mund të jetë një arsye për të mos i qenë i kënaqur me kreun e ekzekutivit. Dhe kjo është ajo pjesë e shëndetshme e protestës. Por pjesa tjetër, pastaj kam dyshimet e mia dhe e theksoj edhe një herë, pamjet janë shumë të qarta, protesta nuk është masive, është entuziaste, është thymzuese, është stimuluese, por jo masive. Kjo do të thotë, nga kjo protest mund të dalin lider të rinj dhe është momenti për ta shfrytzuar, nëse duan që të jenë pjesë e një, le të themi, jete politike nesër. Por nuk besoj që kjo protestë është në kushtet për të kërkuar largimin e kryeministit Rama. Pamjet besoj janë shumë të qartë. Çfarë do të thotë një pensionist që voton Ramën prej 30 e sa vitesh, ku shek këtë protestë, ndërkohë që le të themi pjesa më e madhe e pensionistëve shqiptar, diku te 500 apo 600.000 veta, janë votues të Partisë Socialiste. Po dalin ata aty në shesh, çfarë do të themi pastaj? Prandaj them që kjo është një lojë shumë e bukur demokratike dhe unë mendoj që ata duhet ta nxjerrin një lider. Nëse nuk e nxjerrin, do mbasin rastin për të krijuar një lëvizje politike, por jo për të bërë diçka më tepër, sepse unë mund të them shumë raste për shkakun se si është krijuar një lëvizje politike në Europë dhe menjëherë pas 6 apo 1 viti ka marrë pushtetin. Në vëmendje dhe në kuadër të eksperiencës tuaj të zhvillimeve të një pasjeshme të ndjekur dhe politikës ndër vite, po a do të jetë e mundur dhe a është e mundur të dalë një filizë i ri, sepse të paktën në reagimet që bëhet në qytetarët. Po ndoshta fillon unë nuk duhet ta kuptoj kjo pjesë e rinisë që është e shëndetshme, të paktën nuk është e ngarkuar me sistemin e vjetër politik, pra me PS-n e PD-n. Nuk ka asgjë të keqe, biles po e drejtohem me qëse. Nuk ka asgjë të keqe të merresh me politikë, është shumë e shëndetshme. Nuk mund dalësh aty të thuash jo është apolitike. Çfarë kuptimi ka kjo punë? Sot pothuajse shumë liderë europian janë të moshës 30-40 vjeçë. Aty mund të kesh sa të duash të rinj nga 25 dhe 35 vjeç. Le ta nxjerrin ata një lider të ri. Dhe që të vazhdoj këtë punë, se çfarë do të nxjerrin këta, ja do rrinë dhe një javë dhe një javë tjetër. Nuk ndryshon asgjë. Kjo që ne shohim në këto 5 ditë na tregon një gjë, Ermal, paktën në bindjen time dhe eksperiencën e protestave. Dhe po të shohim pamjet e protestës nga lart, ky është numri maksimal që mund të prodhojë kjo protestë. Ndoshta mund të kemi edhe ndonjë ditë më shumë, por ndoshta sot është e njëjtë, nesër është e premte që futemi te weekendi dhe njerëzit edhe mund të shohin aktivitetet e tyre, se e dinë cila është e mira e atyre protestuesve. Ata kanë një pjesë e tyre me cilët edhe unë i njoh shumë mirë, dhe janë dhe votues të majt, kanë një jetë shumë aktive, kanë jetë profesionale. Nuk është se kanë nevojë për, le të themi, për asistencë sociale, por kanë bindje që Rama nuk po qeveris mirë. Dhe ata sot janë protestë, nesër do vazhdojnë jetën e tyre, do jenë në plazh ose në një vend tjetër. Këtë nuk mund ta paragjykojmë se nuk e dim si do të jetë. Sigurisht, po jo dua të them që nuk është një protestë e shtyrë për atë pjesë të mirë të shëndetshme. Por është një protestë për të përshëndetur dhe që është mësuese. Nuk ka asgjë. Është protestë e bukur, shumë protestë e bukur demokratike. Paktën ka bërë një gjë, ka rrëzuar komplet
Sali Berishën, e di çdo të thotë që Berisha do bëj 5 ditë radhazi protest, e ka të pamundur. 5 ditë radhazi normal. Nëse doktori i bën 5 ditë radhazi të tilla protesta, ai do ishte i gatshëm të vinte në pushtet. Por nuk mbledh dot kaq njerëz për një muaj. Pra, kjo tregon që opozita jon është tjetër gjë. Nuk është opozita e Sali Berishës që vazhdon të kurret në numra që besoj do të jenë të konfirmuara edhe në zgjedhjet e radhës. Pra, kurrja e Partisë Demokratike do të vijojë në zgjedhjet e radhës, do të vijojë stagnacioni i Partisë Socialiste, duhet ta themi këtë, Partia Socialiste ka vite që nuk rritet në elektorat, dhe kjo për shkak të keqëqeverisjes, por madje ka një rënje të lehtë, dhe do të vijojë të rritet kjo frymë e re. Por kjo frymë e re ka nevojë për fajsues, ka nevojë për lider. Dhe këtë lider duhet ta gjejnë në këto ditë të nxehta, siç thot populli hekur i rrihet sa është i nxehtë. Drejt. Tani përtej kësaj forme të krijuarit një gjë të re, edhe nga mënyra se si protestat po qëndrojnë në ritmin deri ditës sotme. Shiko, do të thënë një gjë që edhe Rama nuk është në interesin e Ramës të krijohet një forcë e re. Prandaj them që ata kanë një moment të ardhur. Nuk po them që të krijojnë një forcë të re dhe të lënë protestën, ata të vazhdojnë protestën. Por protestat duhet kanalizohet në një lëvizje politike. Nuk mund të ketë kështu kot, hajde po dalim aty, sot jemi pushim, nesër do shkojmë plazh dhe pastaj vim të hënën prap. Dhe okay, Rama sot është në Maltëzi, nesër do shkojë në Bruksel, pastaj në Paris, pastaj në Vlorë, pastaj në Berat dhe vazhdon jeta. Pra nuk funksionon kështu. Lëvizjet politike gjithnjë duhet të materializohen në forcat të reja politike, në bindjen time, pastaj diçka mund të ndodhë. Sa ndikon kjo protest tek përmirësimi i qeverisjes apo tek tani nuk e dini se mund ta quaj tronditje, ndoshta jo, por ai shkund pa që popullore. Nëse ka element të keqëqeverisjes në Shqipëri, pra i bën të reflektojnë disa. Padyshim, kjo i dedikohet edhe keq opozitës, sepse opozita nuk është e aftë të vërë me shpatur pas muri qeverinë. Në këtë rast kemi një protest të re që po e bën këtë gjë me një rast të saktuar siç është projekti i Zvërnecit, dhe Rama ka filluar të reflektoj me reagimin e policisë në raport me incidentin që ndodhi, ka thënë që do reflektoj në mënyrën më transparente të mundshme me projektin në fjalë, deri tani nuk ka pranuar dhe nuk ka vënë në dyshim, Ermal, është shumë e rëndësishme kjo, nuk ka vënë në dyshim projektin, sipas Ramës projekti do të bëhet me çdo kusht. Pra, këtu nuk kemi tërheqje të kryeministrit deri tani, siç kemi patur në rastin e armëve kimike apo edhe në rastin e protestave të studentëve, ku Rama ndryshoi gjysmën e qeverisë, pra reflektoi me vendimet të qeverisë, dhe ajo çfarë ndodhi kur Rama tha hajdeni të diskutojmë, kjo pastaj mbeti diçka shumë enigmatike, se për çfarë do diskutonte Rama, se këtu nuk është se do duhej që të hiqte ministra, ato e ka gjën më të thjeshtë Rama, mund ta ndryshojë kabinetin që nesër. Të gjithë siç i ka sot, ti lënë në mund të ndodhë një gjë tjetër në këto kushte? Por nuk ka vlerë ajo, se ata s'po kërkojnë ndërheqjen e ministrave. Pra nuk ka pse shkon në atë pikë. Ata kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Këtë Rama e ka, le të themi, të papranueshme. Disi të vështirë. I vetmi moment që Rama mund negociojë është për projektin. Por kjo, sipas kryeministrit, është e pa negociueshme për shkak se këtu humbet vendi, thot kryeministri, humbasin interesat ekonomike dhe gjeostrategjike të Shqipërisë. Kështu që deri në këtë pikë jemi. Pastaj do të shohim se sa do të jetë dhe e vazhdueshme protesta në fjalë. Për shembull, dhe nuk e ke marrë ndonjë person nga ata në intervistë? Nga protestues? Nga protestues. Po, kam patur. Sepse edhe publiku, për shembull, njerëzit kanë një interes të jashtëzakonshëm, ndjekin ne, ndjekin mediat e tjera, dhe duan ndinë ore kush është drejtuesi kësaj lëvizje. Nuk ka, këtë e kanë theksuar. Dhe ky është problemi i madh. Është pyetja që bëra më herët. Se pastaj ishte edhe në rastin e studentëve, nuk dijej kush ishte drejtuesi dhe pastaj përfundoi në disa kërkesat që më shumë, le themi, ishin në reflektimi i vetë kryeministrit se sa imponimi i studentëve ndaj Ramës. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që të dalë një lider i ri, një forcë e re politike që e ka sfiduar qynani, që në këtë moment që ne flasim, pra që në qershor të këtij viti e ka sfiduar Partinë Demokratike, dhe nuk është pak.
Teksa sfidohet një forcë e madhe politike, sikurse është Partia Demokratike, një tjetër filizë do të jetë i mundshëm për të lindur ose jo, mbetër për të parë pamjet vijojnë të qëndrojnë në